6 persona janë privuar nga liria për dhunë familjare, gjithsej ka pasur 7 kallëzime vetëm gjatë 24 orëve të fundit. Kështu njoftoi nga Ministria e Punëve të Brendshme. Dhuna fizike më së shumti ka ndodhur mes çifteve bashkëshortore, por nuk është kryer dhuna as edhe babait nga djali apo djalit nga babai. Nga MPB njoftojnë se rastet e dhunshme ka ndodhur në disa qytete të vendit, duke përfshirë Shkupin, Kumanovën, Vallandovën, Strumicën dhe Vinicën. Më 21/03/2026, në orën 2:00, në punës policore privuan nga liria KA 27 nga rajoni i Shkupit, duke vepruar sipas denoncimit paraprak të babait të tij, 68 vjeçar, se rreth orës 18 pas një mosmarrveshje e paraprake, duke përdorur një mjet të fortë, ja ka dëmtuar automjetin e udhëtarëve dhe më pas ja ka thyer xhamin e përparë të automjetit. Dhunë ka pasur edhe ndaj grave, ku bashkëshorti ka sulmuar fizikisht bashkëshortën. Më 20/03/2026, në një fshat të komunës së Vallandovës, në punës policore privuan nga liria një 29 vjeçar, pasi në shtëpinë familjare fizikisht e ka sulmuar bashkëshorten e tij, 26 vjeçare. Ndërkaq po ashtu në këtë datë, në Strumic, në punës policore nga sektori punëve të brendshme Strumic, e privuan nga liria RP 52 nga Strumica, pasi në shtëpinë familjare fizikisht e ka sulmuar bashkëshorten e tij, 46 vjeçare. Për rast të njëjtë, informojnë edhe nga sektori për punë të brendshme Kumanov, të cilët e theksojnë se është privuar nga liria ND 44 vjeçar nga Kumanova, pasi fizikisht e ka sulmuar bashkëshortën e tij 32 vjeçare. Ndërkaq, në punës policor nga sektori për punë të brendshme Shkup, e kanë privuar nga liria MB 33 nga Shkupi, duke vepruar sipas denoncimit paraprak të bashkëshortës së tij, se rreth orës 19:30 në shtëpinë familjare në Shkup, fizikisht i ka sulmuar atë dhe fëmijën e tyre të mitur. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se pas dokumentimit të plotë të rasteve, kundër tyre do të parashtrohen kallëzime përkatëse.